Ambasadori i Republikës së Turqisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Fatih Ullusoj, është nënshkruar në librin e ngushëllimeve të hapur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për persona që humbën jetën gjatë zjarrit në Koçan. Ai më pas u takua me sekretaren shtetërore të Ministrisë së Jashtme, Elena Kuzmanoska, të cilës i shprehu ngushëllime. Edhe presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u ka dërguar letra ngushëlluese presidentes Gordana Siljanovska-Davkova dhe kryeministrit Hristijan Mickoski për të vdekurit në tragjedinë e Koçanit. Me pikëllim të thellë mora lajmin për personat që humbën jetën dhe u lënduan nga zjarri i ndodhur në qytetin e Koçanit, në Maqedoninë të Veriut. I shpreh ngushëllimet e mia kryesisë së shtetit edhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të vëllazërore dhe mike. Ngushëllimet e mia shkojnë për familjet e të ndjerëve, ndërsa të lënduarve u uroj shërim të shpejtë. Edhe ministri i punëve të jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, i ka dërguar letër ngushëllimi ministrit të punëve të jashtme të vendit, Timço Mucunski. Turqia ishte ndër vendet e para që dërgoi avion për të transportuar të lënduarit që ishin në gjendje të rëndë. Më 16 mars, 6 pacient u transportuan me avion ushtarak në Ankara, ndërsa 3 pacient u transportuan në spital në Stamboll. Ministri turk i shëndetësisë, Kemal Memishollo, mirëpriti të lënduarit e transferuar në Turqi, duke u nga parimi që njerëzit janë gjithmonë të parët. Ne i shtrim dorën e ndihmës vendeve tona mike të Ballkanit, tha ai.